Produksioni Zëri i Shtimes prezanton tregime për fëmijë. Në këtë cikël tregimesh mund të dëgjoni 40 hadithe të shoqëruara me tregime për fëmijë. Mesazhi i së cilave vlen të dëgjohet, mësohet dhe zbatohet në jetën tonë të përditshme. Dëgjim të këndshëm. Përshëndetje. Fëmijë të dashur, ju e dini që Allahu i lartësuar dëshiron që robërit e tij të jenë të lumtur. Prandaj u dërgoi atyre pejgamberët për t'i mësuar se si mund të arrijmë gjerë tek lumturia. Pejgamberët janë udhëzuesit dhe mësuesit e njerëzve. Ata u mësojnë urdhrat e Allahut të lartë madhëruar dhe se si duhet të jetojnë në këtë botë. Kjo ka ndodhur kështu që nga pejgamberi i parë, Hazreti Ademi, e deri tek pejgamberi i fundit, i nderuari ynë, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini që fjalët e pejgamberit tonë të nderuar quhen hadithe. I nderuari ynë që na solli Kur'anin fisnik, i cili është urdhër i Zotit të lartë, e ka shpjeguar atë me hadithet e tij. I nderuari ynë i dashur, me anë të haditheve të tij, na ka mësuar se çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të jemi të lumtur në këtë jetë dhe në tjetrën. Ne duhet t'i lexojmë shumë hadithet fisnike për t'i kuptuar sa më mirë urdhrat e Allahut të lartë madhëruar dhe për ta mësuar pa mangësi fenë tonë të bukur. Që prej shekujsh shumë dietarë të fesë son kanë përgatitur buqeta 40 hadithëshe nga fjalët e pejgamberit tonë të nderuar. E kështu, ua kanë mundësuar muslimaneve që t'i mësojnë hadithet fisnike në mënyrë sa më të lehtë. Miq të vegjël, emisionin Buqet 40 hadithëshe, të mbledhura nga fjalët e profetit tonë të nderuar, shoqëruar me tregime të bukura, dëshiruam t'ju përcjellim deri tek juve. Dëgjojeni me vëmendje, duke mos harruar që profeti ynë i do shumë ata që i mësojnë dhe sidhen sipas haditheve të tij. Tregimi i parë. Zogjt. Një gjuetar kishte vendosur buzë një përroje, një rjet me thërrime buke. Një tufë zogj, duke fluturuar, pa në rjetën me thërrime buke, u afruan dhe tek zgjatën sqepat, pa pritur u ngatëruan brenda në rjet. Kur gjuetari i gëzuar erdhi për t'i kapur zogjt, ata fluturuan një herësh me gjithë rjetë. Gjuetari u habet, pyeti veten, si është e mundur të ngjas një histori e tillë? I zemëruar vrapoi pas tyre. Vrapoi, por zogjt me gjithë rjetë largoheshin gjithnjë e më shumë. I lodhur dhe i pa shpresë, u ul të pushoi buzë një rruge. Gjuetari ishte kredhur në mendime të thella, kur kaloi asaj ane një burr. Ju afrua dhe e pyeti, se mos kishte ndonjë hall që rrinte aq i merakosur.
Gjuetari hodhi sytë në drejtim të zogjve që fluturonin. A i tregoi ngjarjen burrit pa njohur dhe i tha se do t'i zinte pa tjetër fluturakët. Burri qeshi: Zoti të dhasht mend. A kujton se mund t'i zësh zogj që fluturojnë në ajër? Gjuetari jo përgjigj. Po, të ishte në rjet një zog, nuk do t'a kapja dot. Por ata tani janë bashk dhe unë do t'i zë pa tjetër. Në të vërtet, po çfarë ndodhi më vonë? Kur ra muzgu, se cili zog duhej të shkonte në folenë e tij të dashur. Por ca zogj e tërheqin në rjetën drejt pyllit, ca të tjerë e tërheqin drejt liçenit. Kishte prej atyre që donin të shkonin në male e në zabele, ndaj e tërheqnin në ato drejtime. Asnjëri nuk mendonte për rrezikun që i kanosej. Kështu që tërheq këndej e tërheq andej, tërheq dhe ranë në tokë së bashku me rjet, që i mbuloi të gjithë. Gjuetari zvonoi dhe i kapi. Zogjt, po ta dinin hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili thot: Mos u ndani prej njëri tjetrit, sepse delen që ndahet nga kopeja e ha ujko. Do të fluturonin në një drejtim të gjithë, ndaj dhe gjuetari nuk do t'i kapte dot. Kështu ata do të shpëtonin. Vetëm ty Zot kam bezu, gjithëve na ke kriju. Dëgjuat tregime për fëmijë. Interpretimin e teksteve e realizoi Ensara Ahmeti. Incizimi u mundësua në produksionin Zëri i Shtimes. Lutem per